Do me thonë, nuk mund është me dalë në për diskoteka, ma ndej me qenë i gatshëm me shku në stërvitje asnjëherë. Vetë fakti që duhet me qenë strikt në gjitha aspekte, do me thonë, me pas një rregull, nuk do e mos strikte në atë aspektin negativ, po duhet edhe ana psikologjike, do me thonë, gjithmonë me u pregadit që kemi ballafaqu me sfidat të ndryshme. Do me thonë, është ta një qef që ti nuk e kështë lon me vetë dëshirë, po duhesh me lon për shkak që ke zgjedh karrierën, duhesh me përgatitë edhe veten edhe mentalisht që, do me thonë si që ke shfal, që nuk kemi bo që ato. Do me thonë, nëse je një person që ki qef me po një jetë natës, atëherë më shka ka sporti, se na e din që kush do që mirët me sport ose me anën fizike, janë disa regula që nuk bën me i thy. Do me thonë, nuk mund është me dalë në për diskoteka, ma ndej me qenë i gatshëm me shku në stërvitje asnjëherë. Se edhe ngarkosh, do me thonë, ka ana psiqike edhe ka ana fizike e tjera. Nëse nuk je i gatshëm me majt një dietë të shëndetshme, i lakmon gjana që janë jo të shëndetshme, atëherë duhesh me di që kime pas një ballafaqim. Mbi gjitha, është edhe ballafaqimi kryesor që keme dalë para një publiku. Do me thonë, ti e ki një ekip ose një tifoz që vjen me të pa ty, që pa jep ma të mirën, do me thonë të adhuran për shka e ban, edhe e din që qka do që të ban në qatë fush, ka efekt edhe të ana emocionale një personi tjetër. Do me thonë ti dush me di që e ki një farbare, jo vetëm për vetën tënde, po edhe për njerëzit që të suportojnë.